أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله جل جلاله أفرندرون بريتي فالي ذنديم كركويم për pejgamberin alayhi salatu wassalam salavat të dërgojmë, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij fisnik dhe për mbar musliman të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur dhe ju shikues të nderuar, spariherë ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit dhe lut Allahun xhalla xjalaluhu që ky muaj të jetë i bereqetshëm. Mëshira Allahu xhalla xjalaluhu të na përfshi dhe të dalim nga ky muaj të falur. Sonte zbashku me ju nga kjo dritare e cila thërret fjalën e Allahu xhalla xjalaluhu dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të jemi zbashku në hijen e një hadithi që pejgamberi alayhi salatu wassalam na e transmeton nga Gjibrili alayhi salam. Këtë hadith na e ka sjell Bejhakiu nga një shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili quhet Kab ibn Ujrata. Ky sahabi, vëllezër të dashur, e sjell këtë hadith të dobishëm me plot bagazh dhe dobi të shumta për besimtarin musliman. Dhe thot, një ditë prej ditëve ishim në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam kur erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe kërkoi nga ne që t'i sjellim mimberin e tij. Si përfitim, mimberi i pejgamberit alayhi salatu wassalam përbëhej nga 3 shkallë. Dhe kështu i asollën mimberin pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi të hyjë në shkallët e mimberit. Hipi në shkallën e parë, qëndroi pak dhe e tha fjalën amin. Pastaj u ngjit në shkallën e dytë. Prap qëndroi pak dhe e tha fjalën amin. Një ashtu u ngjit edhe në shkallën e tretë, qëndroi pak dhe e tha fjalën amin. Pastaj zbriti nga mimberi. Shokët e tij ishin kurreshtar të dinin se çfarë ndodhi me Muhammedin alayhi salatu wassalam, nga se nuk ishte ajo e zakonshmja që e kishte zakon pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të hip në mimber mos të flas dhe mos të thot asnjë fjalë, nga se kjo është zakoni i sunetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tregoi shokëve të tij. Tha, më erdhi Gjibrili, larg qoft ai që e arrit muajin e Ramazanit dhe nuk e përfshin mëshira e Allahu xhalla xjalaluhu. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha amin. Në shkallën e dytë tha Gjibrili, larg qoft ai i cili kur të përmendet emri yt dhe të qohet salavat mbi ty, e ai nuk çon salavat mbi emrin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe në shkallën e tretë i thot Gjibrili, larg qoft ai i cili i arrit prindërit e tij të jenë të gjallë ose njërin prej tyre dhe nuk e arrit mëshirën e Allahu xhalla xjalaluhu dhe të e fiton xhennetin. Vëllezër të dashur, ky hadith i begatshëm, ky hadith i cili është me një bagazh me shumë dobi, na e bën me dije se pejgamberi alayhi salatu wassalam i përmendi 3 gjëra në mimber, të cilat Allahu xhalla xjalaluhu kishte lëshuar mëshirën e tij për t'i falur besimtarët musliman. Njëra prej tyre, prej dobive të cilët Allahu xhalla xjalaluhu e kishte dërguar Gjibrilin për t'i thënë Muhammedit alayhi salatu wassalam, ishte pikërisht ky muaj i begatshëm, ky muaj i bereqetshëm, ky muaj i mëshirës,
që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bërë që besimtarët musliman të e përjetojnë një herë në vit. Dhe se kjo dobi e madhe, kjo mëshirë e madhe e Allahu Gjelle Gjelaluhu përfshin barë besimtarët të cilat e agjërojnë agjërimin muajin e Ramazanit me bindje të shëndosh të Allahu Gjelle Gjelaluhu, me besim të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe me shpresë të Allahu Gjelle Gjelaluhu që ai në fund të këtij muaji të i falë me mëshirën e tij. Prandaj, vëllezër të dashur, këtë natë kam nxjerrë disa dobi nga ky hadith që pejgamberi alayhi salatu wasalam na e la amanet që ne të përfitojmë dhe të kemi dobi nga këshillat e tij i cili i përmendi në këtë hadith. Njëna prej tyre është fjalimi i të dërguar të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe Gjibrilit alayhi salatu wassalam që e la për pejgamberin alayhi salatu wassalam, një ashtu edhe për besimtarët musliman, që muaji i Ramazanit të jetë muaj i cili besimtari musliman del i falur prej tij. Dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam thot, larg qoft ai i cili e arrin muajin e Ramazanit dhe nuk arrin mëshirën e Allahu Gjelle Gjelaluhu që të del i falur prej tij. Pra vëllezër të dashur, muaji i Ramazanit është muaj i bereqetshëm, muaji i mëshirës, muaji i cili besimtari musliman i falen mëkatet e tij të mëparshme. Qase në një hadith që pejgamberi alayhi salatu wassalam e përmend dhe thot, men sama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush e agjeron agjerimin e tij me bindje të thellë në besim te Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe me shpresë të Muhammedit alayhi salatu wassalam për shpërblimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu do t'ja falë mëkatet e tij të mëparshme. Prandaj vëllezër të dashur, Ramazani është një shans e madhe për çdo besimtar nga ne. Qase çdo bir i Ademit është mëkatar dhe ai bën mëkate gjatë ditëve të tij, gjatë muajve të tij, gjatë vitit, dhe kështu Allahu Gjelle Gjelaluhu me mëshirën e tij e sjell muajin e Ramazanit, i cili është shkak për t'ju falur mëkatet besimtarit, nëse ai i plotson kushtet e agjerimit, e kushti i agjerimit është devotshmëria. Qase Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Gjelle Gjelaluhu na e ka bë obligim agjerimin, jo për të qenë të uritur dhe të etshëm, mirë po e ka bërë që ne të ngritemi në shkallën e devotshmërisë. Prandaj vëllezër të dashur, devotshmëria është parimi kryesor, shkaku kryesor që besimtari musliman e arrit përmes agjerimit të tij. Dobia e dytë e cila përmendet në hadith është përshëndetja e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Salavati i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, larg qoft ai i cili kur përmendet emri im, ai nguron të çoj salavat për mua. Dhe thot në një hadith tjetër Muhammedi alayhi salatu wassalam, a e dini cili është kopraci më i madh nga ju? Than sahabat, Allahu dhe i dërguari i tij e din. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, kopraci më i madh është ai i cili kur përmendet emri im, ai nuk çon salavat mbi mua. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, nëse çoni salavat mbi mua, Allahu do të çojë 10 herë salavat mbi ju. Prandaj vëllezër të dashur, mos ngurojmë të çojmë salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe të përmendim atë
kur të përmendet emri i tij dhe të çojmë selavat dhe të përshëndesim Muhammedin alayhi salatu wasalam, nga se është një dobi e madhe dhe një përfitim i madh dhe një shpërblim i madh nga Allahu xhalla xjalaluhu. Dobia e tretë që e cek pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith është edhe ku thot larg qoftë ai i cili i arrit prindërit e tij të gjallë apo njërin prej tyre dhe nuk e fiton mëshirën e Allahu xhalla xjalaluhu, që ata të jenë shkak për hyrjen e tij në xhenet. Prandaj vëllezër të dashur, nga ky hadith kuptojmë se rëndësi e madhe dhe dobi e madhe është respektimi i prindërve tanë. Qoftë ai i të dyve apo njërit prej tyre, nëse e kemi të gjallë. Prandaj një hadith që e cek pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku thot Allahu xhalla xjalaluhu i ka dy dyer të xhennetit hapur, derisa i keni prindërit tuaj të gjallë. E nëse vdes njëri prej tyre, mbyllet njëra derë, e nëse vdesin që të dy, mbyllen që të dy dyert. Prandaj vëllezër të dashur, prindërit tanë janë shkaku i cili ne mund të hyjmë në xhennet përmes mëshirës së Allahu xhalla xjalaluhu. Pra kjo dobi e madhe e cila pejgamberi alayhi salatu wasalam na e la është respektimi i prindërve. Respektimi i prindërve është obligim i çdo besimtari musliman. Dhe e kundërta është mëkati i madh te Allahu xhalla xjalaluhu. Njëri ndër mëkatet e mëdha është edhe mos respektimi i prindërve. Prandaj vëllezër të dashur, në këtë muaj t'i hapim dyert e mëshirës. Të jemi ata të cilat nuk ngurojmë të takohemi me prindërit tanë. Nëse ndonjëherë ta kanë prishur ose nuk të kanë lënë rehat gjatë jetës tënde, mos mendo se prindëri të urren, mos mendo se prindi yt të ka inat, nga se prindi dashurinë më të madhe e derdh mbi evladin e tij. Dhe se çdo prind e don më të mirën për fëmijën e tij. Prandaj këtë muaj të mëshirës mos nguroni të pajtoheni me prindërit tuaj, të jeni më të dashur me ato, të jeni më afër atyre, të kujdeseni, të jeni më të sjellshëm, të jeni me një edukat dhe moral islam, siç na mëson Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë muaj të mëshirës, vëllezër të dashur, të jemi më të mëshirshëm për të gjithë. Prandaj nga këto tre dobi të cilat i përmendi Muhamedi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, janë dobi të shumta dhe janë dobi të cilat Allahu xhalla xjalaluhu i ala Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe u ala besimtarëve derisa të jenë në këtë jetë. Prandaj vëllezër të dashur, për fund lut Allahun xhalla xjalaluhu që ky hadith të jetë i dobishëm dhe të zënë vend në zemrat tona, ky hadith i cili e përmendi Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe u ala trashëgimi besimtarëve musliman, të jetë një fletë apo të jetë një ndryshim në jetën tënde dhe qemi prej atyre të cilat e zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Vëllezër të dashur, ndahemi sonte duke e lutur Allahun xhalla xjalaluhu që të jemi më të devotshëm këtë muaj të devotshmërisë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.